Duket se të gjitha rrugët të çojnë në SPAK, kjo ka ndodhur edhe të premten, ndonse shumë qytetarë kanë mbetur të habitur. Zëvendës kryeministreja e vendit, zonja Belinda Balluku, është paraqitur në prokurorinë e posaçme, ku pas daljes ka patur edhe një deklaratë të shkurtër për mediat. Të gjitha këto do të diskutojmë në këto momente me zotin Arben Meçe, analist i njohur. Kënaqësi, zoti Meçet, ju kem në Breaking. Bashkë me ne do t'jetë edhe një tjetër analist, mik i përhershëm i Breaking, zoti Genc Burimi, direkt nga Franca. Përshëndetje, zoti Burimi. Po, përshëndetje. Dhe në fund doja të prezantoja avokatin e njohur, zotin Sajmir Vishaj. Përshëndetje, avokat. Më vjen shumë mirë që ju shoh në super form. Kënaqem. Do ta nisim bashkë bisedën, avokat. Numri 2 i qeverisë në SPAK. Unë e thash pak më herët, jo pak habi ka shkaktuar tek qytetarët, do doja të dija se si e keni parë ju, dhe një koment nga ana juridike, përsa i përket çështjes, akuzës, marrjes e pandehur, dhe çfarë mund të ndodhë tashmë, çfarë parashikon ligji? Jemi përpara mbylljes së hestimeve, nuk është çështja 2024-s e regjistruar para SPAK, ku procedimi ka filluar për tunelin e Lloveras. Për tenderet që është bërë në konkurimin e disa firmave, cilat do të më tepër jepen në SPAK. Aktualisht SPAK-u është duke njoftuar të personat të pandehur, midis tyre dhe zot kryeministrja, do merret në cilësinë e pandehurit. Kjo në pranitë e avokatit, për të njëjtë dhe me prova dhe akte që i bashkangjitet të akuzës. Unë sot kam qenë në SPAK, kam firmosur për një nga prokurorët e tenderit dhe akuza ishte më së qartë. Mjafton që kjo akuzë, edhe pse ne erojmë atë formën tonë që themi që prezumimi pafajësisë, edhe marrja e cilësisë pandehur nuk do të thotë që e pajtor. Prandaj bëj thirrje dhe zot kryeministrës mos të mbarti imunitetin për të mbrojtur. Mbrojtja e saj është vetëm me akte ligjore, të mbrojt, të drejtojë memo SPAK-ut, vetëm kështu mund të dali. Kurse nëse do i bësh kashillëk SPAK-ut, tregoj që diçka ke. Po unë mendoj që është ende në kohë që të paraqitet bashkë me avokatët e saj, pra SPAK-ut për të njohur me akuzët, për dhe shpjegime pasandaj mbasi të njihet me gjitha aktet që ka. Paraqit të ditën e premte, pra. Zonja Balluku ishte... Nuk e di ka marrë aktet apo jo. Unë i referohem njoftimit të prokurorisë së posaçme. SPAK-u ka një procedurë, momenti që të njofton akuzën, aktualisht akuza është për shkelje parazijes së tendrave. Kjo është publike. Dhe moment që të fton për të dhënë deklarime për të pyetur në cilësinë e të pandehurit, dhe një me akte dhe burimin e provat që kanë ata. Dhe aktualisht ne jemi njohur me disa nga provat, nuk mund t'i bëj publike për shkak të sekretit hetimor, por e mira është që brenda këtij afati 10 ditor, zot kryeministër, të gjithë ata që janë marrë në cilësinë e të pandehurit, të paraqitet se fati i madh është që janë me pa mas sigurimi. Ky është fati i madh. Kurse sa i përket pozicionit të saj si zot kryeministre dhe ministre, unë flas sinqerisht që të japi dorëheqjen, të shkojë të paraqitet, të ballafaqohet me provat, dhe nëse nuk dele pafajshme, të rikthehet përsëri aty. Atëherë, më lejoni të t'ju lexoj njoftimin që SPAK i ka dërguar mediave vetëm pak sekonda. Unë sa po dal nga SPAK. Unë sa po dal dhe kam dhe akuzat dhe i kam gjitha. Është një akuzë e bërë në bashkëpunim. Kjo. Qartë, atëherë... Nuk e shpëton do të asgjë për të marrë dijenin në lidhje me marrjen në cilësinë e të pandehurit. Tash SPAK-u e ka formuar bindjen e vet. Jemi ne ata që duhet të dalim me provat pa kundërshtuar për të vërtetuar të kundërtën. Aq më mirë që është në gjendje të lirë. Pa filluar SPAK-u të marrë masa sigurimin. Zoti Burimi,
Të kalojmë pak bashk në kuadër të hetimit. Vetëm një sekond, ju lutem. Në kuadër të hetimit të këtij procedimi penal, sot më datë 31/10/2025 i është njoftuar akuzat të pandeurës Belinda Balluku me funksionin e lartë shtetëror ministër i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, akuzuar për kryerjen e veprës penale shkelje barazisë së pjesëmarrjes në tendera apo ankande publik në bashkëpunim parashikuar në nenet 258 fraksion 2 dhe 25 i kodit penal, atë që tha pak më parë edhe avokati Vishaj. Po, pra se bëj koment, pyetje për avokatin, sepse ka interes për publikun. Po, patjetër. Është avokat jeni avokat në një pale në këtë proces apo jeni thjesht punajor? Një pandeur. Jeni avokat një pandeur, dakor. Një pandeuri, po. Se nuk u tha kjo, prandaj ka shumë rëndësi kjo se kuptuan fare, prandaj nga gjithë thatë që jo, e kuptova sepse tha sapo dola nga SPAK-u përfaqësoi njërin prej. Ndoshta se keni dëgjuar për shkak të distancës. Jo se dëgjuar. Dakord, jeni dakord, shumë bukur. E dyta, zoti avokat, edhe për publikun, se publiku gjithmonë edhe gazetarët neve luaj me referenca. Në rastin e arrestimit të Veliaj, të Metës apo të Berishës përpara, ta ishin që në fillim në status të pandehur, çfarë është ky status i pandehur? Të gjithë kanë status që në fare, apo është status që vjen gradualisht? Ja ta sqaroj. Janë dy tipsi, një person ndaj cilit zhvillohen hetimet, që është afër pandeurit, dhe një kur të njoftohet akuza, të bashkangjiten dhe provat që i bashkangjiten në akuzë dhe të fton pakur në praninë të një mbrojtësi ose dy, pra të drejtuarit deri 2. Në rasti konkret, për ata që ju përmendet, ka që persona ndaj cilit zhvillohet hetimi. Dhe cilësinë të pandeurit e kanë marrë vetëm kur është mbyllur dosja, ka ikur për gjykim. Kurse aktualisht paku ka avancuar duke marrë direkt të pandeurit. Marrja cilësisë të pandeurit dhe jetë dhe provat ku mbështet argumentat e tyre SPAK. Tani është rada jonë për të folur të kundërtën. Jemi apo si jemi të faqshëm? Do vi ke juve, thjesht për kuptuar. Pra, do një të thoni që në këtë rast momenti i inicimit të procesit gjyqësor do të jetë më i afërt se çka ka qenë në rastin e Veliajt, të Metës apo të Berishës, meqense hetimi është bërë paraprakisht. Jemi dakord? Ka një vit që është mbyllur. Ka një vit. Dhe tani nga hetimi ka rrjedhur prova për të marrë cilësinë të pandeurit. Po. Dhe në momentin që merret cilësinë të pandeurit, SPAK-u të fton për të dhënë deklarime, se SPAK-u tani nuk ka më rol aktiv, që të dish, miku im, nuk ka më rol aktiv. Rol aktiv do ta marrë gjykata. Dhe sikur SPAK-u të mbyllë me kod ta pushojë, është gjykata ajo që do të. Një sekond Geci, mos flisni njëkohësisht. Ma konfirmoni pyetje që bëra pra. Janë gazetarë thjesht për të gjusit. Pyetje që bëra është pra, jemi më afër procesit të gjykimit se sa me tjetër. Pra kjo është ju e parë. Pyetja tjetër, kur u izoluan edhe Meta dhe Berisha dhe Veliaj, motivi që në momentin e hetimit, nëse nuk izoloheshin, atëherë ta do ishin në djeni që të tjerët po pyeteshin. Pra, që ka bërë sipas jush hetimi i zonjës Balluku dhe meqense është bërë hetimi, kjo me siguri ka qenë në djeni që hetohet sepse janë pyetur dëshmitar, nëse marrin nga logjike. Po, më thoni. Jo, nuk ka qenë në djeni. Hetimi është sekret. Hetimi është sekret. Momenti që cilësinë të pandeurit tregon që ka prova dhe në këtë çështje ka njerëz të arrestuar. Pa, nuk është vetëm një zëvendës kryeministri, ka dhe persona që janë arrestuar për të nënjëlluar me rast. Këtë po të sqaroj. Zoti avokat, thjesht referencat. Kur u arrestua Berisha, ajo kujtohet, u arrestua sepse njëkohësisht pyetesh edhe një zonjë më duket që dëshmonte kur i thoshte një zonjë, keni marr apo s'keni marr presion nga mbaroi. Asaj zonja harrova emrin, i thoshte keni marr apo s'keni marr presion nga kryeministri asaj kohe, që ndryshohesh ligji. Pra, nëse kjo pyetje asaj zonje i bëhesh kur Berisha nuk që e brenda, ajo mund ta informonte e Berishën. Prandaj Berisha u izolua në mënyrë që të pyeteshin lehtësisht dëshmitarët
Dhe këta mos i thoni Berishës që po hetojemi sepse Berisha ishte i mbyllur. Në këtë rast, me zonjën Balluku është e pamundur që ti të hetosh dëshmitarët, duke e mbajtur zonjën Balluku jo në izolim, dhe dëshmitarët mos i thonë Ballukut, shikonin pyetën për juve. Jo, flasim për nga ana racionale, flas nga Parisi. Racionale kështu është. Nëse mua më pyesin për dikë, ore. Me që flet nga Parisi, ke të presë fjalën e zotit Meçe, po. Dënimin e presidentit. Në gjënë ke dënimin e presidentit fratë, pa ma sigurimi. Nuk është masa sigurimi të ajo që të zgjedhë. është ta është e aftë. Edhe njërë, me që e vërde nga Parisi, shumë të drejtë, do të vishaj që kryeministri apo presidenti shkojnë në burg me këp dhe veta. Më leoni një parantesë shumë vogël, një parantesë për cituarin e tretë. Ju s'mu ta imagjinoni, zoti Bishaj, sherët e mia homerike, si Homeri me Iliadën, me zotin që keni sot në studio, zotin Meçe, po. Që i thoja pikërisht të i theja shembull nga Parisi, nga Franca, nga Perëndimi, nga Amerika, që dhe Trumpi që do dënua të shkojnë në burg. Zoti Meçe më thotë, në burg të shkoj, në burg të qeni, po thoshë Berishën. Jemi shumë dakord bashkë. Kur? Jemi shumë dakord bashkë. Talëm fjalën e zotit Meçe. Tani, të flas pak zoti Meçe dhe më pas jemi një orë bashkë, kështu që kemi të gjithë kohën e mjaftueshme për të sqaruar gjithë situatën. Zoti Meçe, dëgjuam avokatin që është i përfshirë direkt sepse përfaqëson njërin palë dhe e njeh shumë mirë si çështje, tha sapo ka dalë nga SPAK. Atëherë fillimisht me qenë se gazetari nga Parisi zuri në gojë Meçen, do t'i them që Sali Berisha nuk është arrestuar asnjëherë. Asnjëherë. Mas sigurie, kemi folur për masa sigurie. Ka mundësi të lutem, ë? Jo arrestim, po mas sigurie. Tha u arrestua, tha. Okej. Është pjesë e propagandës. Arrest shpirë është pasojë arresti. Jemi dakord. Arrest shpirë quhet. Meçe ose folë në fushën tënde si punëmen gazetar. Ti nuk je avokat, ose ke avokatin dhe avokatin, por unë jam shumë i thjeshtë. Jam shumë modest Meçe. Edhe një herë, mos bëj si kompetent, edhe një herë që arrest, avokat, si apo si arrest ai Berishës? Arrest. Bravo, vazhdo me që. Vazhdo të i grisa lapë. Po pra, po ishte pasojë sepse nuk u zbatua masa e sigurisë detyrim paraqitje. Kemi diskutuar këtë? Zoti... Jo, kam avokatin, ai quhet në kod penal, quhet arrest, Quhet arrest, okej, quhet arrest. Në rregull. Avokati thotë është arrest. Sali Berisha nuk është arrestuar as edhe një herë. Tani do pushojë apo? Ti ikun. Po pushojë. Në këtë formë nuk flitet, ë? Lutem, zoti Burimi. Pepe ai foli unë stëryra, ai foli atje në stëryra. Tani ai të lutem. Respekt ndaj teleshikuesve. Ke qenë inxhinier, jam gazetar. Asnjë nga ne dy nuk ka bërë fakultet për juridik. Në rregull apo jo? Ja pra pyetëm avokatin, është arrest avokati. Okej. Kemi në studio një avokat në Perëndim, dim të respektojmë profesionin. Ke një profesion që avokat, që thotë ka qenë arrest. Jo, vazhdo me bllofi dhe vërtet humbet shumë pikë, ose tani ta dëgjojmë pak, të lutem. Pa ndërprerje, të lutem. Vazhdoj. Të flasun? Po. Pa ndërprerje. E para nuk do të lejoj askënd të ofendoj inteligjencën time natyrale për të analizuar edhe probleme të cilat i duken të çuditshme gazetarit nga Franca. Nuk është e vërtetë Sali Berisha është arrestuar. Sali Berisha me vendim të SPAK-ut ka qenë në gjendje të lirë. Monika Kryemadhi në gjendje të lirë. Beqia fillimisht me gjendje të lirë. Berisha i ndryshoi masë sigurisë jo si kërkesë e SPAK-ut në kuadër të hetimit, por si sfidën që ai bëri sistemit drejtësisë. Atë sfidë që vazhdon t'ia bëjë në këtë moment që flasim. Dhe për këtë duhet të jemi shumë korrekt sepse kam dëgjuar prandaj ndryra, kam dëgjuar të gjithë të kakofoni analistës, të cilët kanë një burim, kanë një qendër për të dizinformuar ambientin, për të ekuivalentuar shoqërimin e Berishës si sfidu sistemit drejtësisë me gjendjen e lirë në cilën ai u kërkua nga prokuroria. Zoti avokat, të lutem, jam korrekt deri tani. Meta. Zoti avokat. Genci, të lutem, bëj për mua, të lutem. Jo, kjo është talli i dirigjencës. Të lutem, Genci. Zoti avokat, jam korrekt deri tani. Jo, nuk je korrekt. Për shembull, më thuaj. Sepse arresti shtëpi është i barabartë me arrestin në burg, vetëm ndryshon vendi.
Ore, edhe jeri, jam korekt në interpretimin e gjës apo jo? Një minut, jam korekt në interpretimin e gjës? Jo, nuk je korekt. Që do të thot? Do të thot, kur ke një arrest shtëpie, do të shi i arrestuar. Ore zotëri, arresti të daloj mirë, sepse duhet të ndaloj, sepse s'po marrë vesh nga ana juaj. Masa e sigurisë, të lutem mirë, masa e sigurisë, arrest shtëpie, Sali Berishës... Je arrestuar, jem para burgim. Jo, ta mbaroj fjalinë sepse e ka gjetë. Ka një tjetër pyetje. Vijoj. Të vazhdoj? Po. Po. Masa e sigurisë, arrest me shtëpie, Sali Berishës u morë në kuadër të hetimit, të procedimit penal, apo në kuadër të refuzimit të sistemit drejtësisë. Këtë më thuaj. Me që unë bajt... Bojë ty o lere tani po... Unë bajt dhe reshpije, që më të influencote dëshmitarët. Absolutisht jo. Mos gënje. Shkoj informohu zotnin para se pësasësh. Sepse çështja profesionale është individuale, po intimidimi dhe dizinformimi që bën ti është skem. Dhe ti je pjesë e një skeme dizinformimi, zotëri. Ju drejtova avokatit dhe lera avokatin të cilësoj informimin tim juridik për këtë rast. Jo ti. Ti je pjesë e një skeme dizinformimi, zotëri. Ti je dizinformimi. Prandajat, të lema avokatit të gjë. Tja lema avokatit të përgjigje. Tja lema avokatit të përgjigje. Oj, gjitho lok, tja lema avokatit. Oj, do zotëri. Tja lem avokatit të gjë. Tja lem avokatit. O dizinformus, o mashtrus, o gënjeshtar. Po qatë të krep, po s'pjetës në. Ta të lutem tani. Po të lutem, lera pra në të shoj. Genci të lutem. Se po të qojmë ti i ku tani më. Të lutem. Po se s'është normë kjo. Do të gjejmë avokatin pra. Lera të bol leu më tani më. Edhe një. Na i ku Genci. Aresti në shtëpi është... Po lërë më aresti morë, në qkuadru që morë. llogaritet kohë para burgimit. Oho, qa po thot, qa po them. Po më ke drejt për këtë rast, po pse u morë po të them. Po merret gjatë fazës së hetimit. Si? Nuk shlyeve detyrim paraqitje, u rëndohet pozita. Nuk shkoj në detyrim paraqitje. Po pra, nuk u morë në kuadër e hetimit procedurial pra. Janë shumë larg njëra tjetrës, të paktën për këtë duhet jemi korrekt avokat.